Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me superhënën. E plot në dash, për të cilën është në 7 tetor dhe kërkon nga të gjithë ne të zgjedhim të jetojmë me vlerën tonë. Që të gjithë e dini që ne ashtu sikurse dhe në nahën lëviz rreth yjeve, sigurisht që lëviz rreth tokës, ne jetojmë në tokë dhe në nahën i kalon çdo muaj fazat e saj dhe ajo që të kuptoni në nahën na mëson që dhe të gjithve na kujton që pavarësisht se në çfarë faze të jetës jemi, ne jemi përsëri të plot. Pse jemi të plot? Se ky trup multidimensionar, për të cilën funksionon me 2 energji, mendja dhe ajo që ne nuk e shohim, shpirti jon, janë organet tona, janë krijuar. Dhe lidhja me këtë trup multidimensionar për të gjithë ne është zemra. Kjo zemër është ka misionin dhe drejtimin e jetës për të gjithë ne. Në fund të fundit është kjo zemër që na mban 24 orë në jetë, pavarësisht se çfarë sfidash ne kemi kaluar. Që të gjithë duhet kuptoni që marrëdhënia më e mirë në çdo lloj marrëdhënie, pra një mantër që të bëheni të vetëdijshëm është, marrëdhënia më e mirë është të plotësojmë njëri tjetrin, pra në këtë rast të plotësojmë veten tonë dhe jo kërkesat për njëri tjetrin. Mbajini shënim, sepse deri tani është vepruar me dashuri në nevojë. Unë të bëj këtë, ti më bëj atë, dhe pa e kuptuar ne kemi lënduar njëri tjetrin, por ky shekull 21, për të cilin kemi hyrë në një energji të shpejtë, është që jemi të ftuar që të gjithë të pranojmë të zgjedhim veten tonë në fillim, sepse ne kemi vlerë. Mësoni që çdo gjë që ne do të kalojmë, ju që jeni me të vërtet fans të nënës hën, pra të shërimit tuaj me energjinë me nënën hën, të kuptoni që kjo hën e plot në dash është që ju tregon që unë jam, dhe tema është kush jeni ju, si paraqiteni në botën e jashtme dhe si ju sheh bota e jashtme ju, dhe ndërkohë është elementi tokës dhe udhëheq nga planeti Marsit. Marsi është që udhëheq këtë vit, pra mësoni një gjë, ashtu si ne, pra erdhëm në tokë dhe filluam, pra nga bebë, u ndihmuam nga prindrit, pastaj mësuam dhe më prap me rritjen tonë, sepse energjia rritet pavarësisht sfidave që kemi kaluar, nga roli viktim kemi qenë më tepër të lënduar se sa kemi jetuar jetën për të cilën është një mrekulli, dhe bekojeni këtë rrugë që jeni këtu, nëse ju me të vërtet besoni në veten tuaj, në vlerën tuaj, ju jetoni. Dhe jeta është aq e shkurtër për të grindur me njëri tjetrin, qoftë dhe brenda në marrëdhënien tuaj romantike, apo me shtëpinë tuaj, me familjen tuaj dhe përreth. Këto duke qenë se jemi edhe në vitin e planetit Mars dhe janë 3 muaj për të cilën ne do të kalojmë, janë 3 superhëna, mbas kësaj në 5 nëntor është
në shenjën e Demit. Demi thot, unë kam, pra që të gjithë jeni të ftuar çfarë keni për kjo është kur të vi në kohën e vet. Ashtu si kurse do të vi edhe në dhjetor, në 5 dhjetor, hëna e binjakut që thot, unë komunikoj. Për më tepër, kjo është në kohën e vet. Gjithsesi, këto 3 muaj janë me të vërtet intensive, sepse jemi në vitin e muajit, vitin e planetit Mars, dhe është për veprim. Dhe mos ju vi çudi që ndjeni që të gjithë në çdo aspekt të jetës ka vetëm veprime, nuk ka rëndësi lëndime apo shërime, apo rritje, apo transformime, por që të gjithë e ndjeni që ndjehet intensive, dhe duke qenë se këto superëna janë afër tokës, do të ndjehen akoma dhe më shumë, dhe në këtë rast bëhet fjalë për transformime, do të ndodhin transformime, kemi hyrë në epokën më të mençur dhe më të bukur të jetës, ku që të gjithë ne jemi ftuar që do të lidhemi me zemrën tonë, se kjo zemër ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, ka atë që të gjithë jemi të ftuar ta dëgjojmë zërin tonë të brendshëm. Sepse çdo kush nga ju, edhe sidomos shenja e dashit, është e zjarrt, se është elementi i zjarit, pra është e zjarrt, është pasionante, dhe kjo është që e ndjeni në brendësi. Ndërkohë të kuptoni që të gjithë ndoshta e ndjeni që kërkoni të bëni ndryshime, pra në një rrugë të re apo pra fillim të ri, dhe kjo ndodh për arsye sepse ju jeni ngopur për diçka që ka ndodhur me ju, dhe faktikisht në këtë kohë që të gjithë ne po ndërgjegjësohemi, pra po bëhemi të vetëdijshëm që diçka nuk shkon, sepse i shihni kudo, dhe sigurisht që është koha e krizave, por të kuptoni që krizat janë që na ka ndryshime, ka dhe zhvillime. Dhe toka është vetë në zhvillim, është në ciklin e saj, në fillimin e saj të ri, dhe duke qenë se ne jetojmë në tokë, dhe ne si qenie njerëzore jemi, duam apo nuk duam, ne do të ecim me rrjedhën e jetës të ndryshimeve kozmike. Në këtë rast po flas si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne, ashtu sikurse dhe fazat e nënësën, pra e re, bëhet e plot, pra rritet, bëhet e plot dhe zbehet përsëri, dhe në këtë rast është duke ndjekur pra jetën me ritmin si ndryshojnë stinët, ndryshon dhe pra vetë ne si që njerëzore, fakti është që ne rritemi, ne nuk rrim njësoj. Pra ishim puber, adoleshencë, u rritëm, tani jemi, sidomos ju që ndiqni videot e mia, jeni në kohën tuaj që misioni i shpirtit ju ka sjell këtu, sepse ju jeni ngopur me diçka. Dhe kjo është që ju në këtë moment, edhe pse pra ndjeni që diçka jeni, ju dyshoni, sepse ju nuk merrni vendim për arsye për atë që ju dëshironi, dhe që është me të vërtet dyshoni që është iluzion, dhe këtë iluzion e bën mendja juaj, pra është mendja e cila nuk është e juaj, sepse ne jemi hipnotizuar, dhe kjo është ngurtësim në trurin ton, është do gjë që ne kemi kaluar në jetën ton, janë si një kompjuter në trurin ton, bahen, dhe atë që ne kërkojmë atë na jep truri. Pra në qoftë se ju kërkoni edhe jepni mendime jo optimiste, pra nuk jeni të kënaqur, kërkoni lumturinë dhe lumturia nuk ju vjen dhe nuk realizoni gjërat, të kuptoni një gjë. Nuk ka mënyrë për lumturinë. Lumturia është rruga, pra që ne të ecim me ritmin e jetës duke jetuar tani në këtë moment, këtu, në këtë tani. Pse? Sepse mendja që është në këtë rast, që është e mbigarkuar dhe është iluzion, është qëndron me të kaluarën, pra ju mendoni se çfarë kaluat 5 minuta, dhe kërkoni dhe se çfarë do të vinë të ardhmen, dhe harroni të jetoni jetën tuaj tani. Gjithsesi, sigurisht do të dali frika, dhe kjo është që e njëjta gjë është që do ju dali frika për arsye sepse jep një zgjidhje me prangulitje tuaja mendore, atë rrugë njini, por ndërkohë ajo që kërkon, pra në këtë rast hëna
në shenjën e dashit, ju fton ju që të gjithë që të zgjidhni jetën tuaj me vlerën tuaj, pra jemi të ftuar që ne të lidhemi me veten tonë, dhe ndoshta shumë nga ju jeni në shërim, në rritje, në transformim apo në ndriçimin tuaj, që të gjithë jeni unik, por të kuptoni që jeni në rrugën e drejtë nëse ndiqni këto video. Sinqerisht ju jeni në rrugën e drejtë. Një mantër që ta mbani shënim para se të fillojnë efektet që në disa shenja që do të ndjeni gjatë ënës plot në dash, pra super ëna, është do të përdorni këtë edhe në qoftë, pra do të në trupin tuaj, do të uleni, mbyllni syt, sepse kur mbyllni syt, jeni lidhur me trupin tuaj, brendësinë tuaj. Dhe edhe në qoftë, pra vazhdo me dorën e majtë, edhe në qoftë se unë i bllokoj dhuratat e universit, unë e pranoj dhe unë e nderoj thellësisht veten time, dhe Zoti më do mua pa kushte. Pse? Sepse Zotin e kemi në zemër. Zemra ju do më shumë se askush tjetër. Në fund të fundit, a e mbani mend ose keni qenë prezent, se nuk mund të them që keni qenë i sëmur, po kur njerëzit sëmuren edhe kërkojnë shpëtim, po kush e kërkon shpëtimin? Trupi, sepse trupi ndjen dhimbje. Pra që do të thotë, kjo zemër është që mban 24 orë këtë trup, po ne nuk e dëgjojmë. Prandaj, ajo që do të kuptoni, ju keni arritur një punë të mrekullueshme, jemi në ndryshime, disa zjohen, disa vazhdojnë janë në shërim, dhe sidomos në këtë kohë kemi se ndihmohen nga energjia kozmike e kohës, e afatit kohë, ne ndihmohemi të ecim përpara. Gjithsesi në këtë kohë, sido që të jeni, ju do të ndjeni simptoma fizike në trupin tuaj, që do të thotë është ashtu kurse dhe jo fizike, që mund të kemi dhe lodhje në lidhje mendore. Gjithsesi, dhimbje koke, gjumi jo i mirë, ndoshta jeni që keni pra emocionet ju dalin sepse ju po çlirojeni prej tyre, ndoshta e ndjeni që keni dhimbje koke ose simptoma si të gripit, ose duke qenë se është duke u çliruar sepse ju jeni duke u ngjitur, pra unë duke u ngjitur, dhe në këtë rast në nahën e plot dhe super plot, për të cilën këto 3 muaj ne do të vendosim definitiv të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben. Është sidomos edhe sot që po bëj këtë video, është dhe ëna plot që po bëhet e plot, pra 3 ditë para dhe 3 ditë mbrapa, ka hyrë në fazën e saj, o gjithçka o asgjë, për të gjithë ju, o gjithçka o asgjë që nuk ju shërben, dhe fjalët e kësaj nënës janë rezultat, dikush mund të ketë rezultat, e ndjeni që diçka me ju ka shkuar mirë, ashtu sikurse është që të gjithë do të jepni falje, kujdo edhe ai që ju ka lënduar, ashtu sikurse edhe mirënjohje. Mirënjohja është ndjenja, sa më shumë mirënjohje të jeni, ndjenja të rreq, dhe kur ju të rriqni është realiteti juaj. Pra atë që ty t'jep kënaqësi, ti e krijon. Gjithsesi në trupin tuaj mund të ndjeni, në zorët tuaja mund të ndjeni si gjilpëra, shpim si gjilpëra, ose në lidhje me zemrën, që të gjithë jeni unik, por këto simptoma do t'i ndjeni, sepse energjia juaj është në rritje, dhe duke qenë super anse është afër tokës, do të ndjehet edhe më shumë. Dhe ndoshta i keni filluar t'i ndjeni, pra ka 2-3 ditë, ashtu sikurse do të vazhdoj edhe 2-3 ditë derisa të pra e bëhet ëna i plot, vazhdon dhe 3 ditë dhe pastaj fillon që ëna zbehet. Por një gjë të dini, nëna ëna fton ne dhe na kujton që të gjithëve ne që pavarësisht se në çfarë faze ju jeni plotësisht i tëri, dhe ne jemi të tërë, ne kemi këtë trup të mrekullueshëm, për të cilën çfarë do lloj sfidash ne kemi kaluar, në çdo lloj marrëdhënie, ne përsëri vazhdojmë të jetojmë. Pra ne që të gjithë jemi në të njëjtën rrugë, dhe e njëjta rrugë është se ne kemi jetuar në rutinë, në një jetë rutinë, ndërsa tani ju jeni ngopur dhe sigurisht kërkoni të merrni vendimet tuaja, dhe në këtë rast të zgjidhni të doni veten tuaj, të hapni zemrën.
si ndikon energjia e dashit, është që dashi është me të vërtet udhëheqës, fillon është nga shenjat e para, pra hëna e plot tani në këtë, dhe që të gjithë çfarë keni për të diluar në lidhje me blokadat tuaja, pra në lidhje me ndjenjat, me emocionet, që e ndjenjë që e u sjell trupi, ju nuk do të rezistoni, sepse nëse rezistoni ju do të keni dhimbje. Pra nuk do të ecni përpara. Gjithsesi, dashi është që thot unë jam, dhe vetiu që të gjithë ne na tregon, dashi na tregon ne, që të gjithë ne mund të jemi të fiksuar për të patur një marrëdhënie. Por ajo që është e rëndësishme që na kujton dashi dhe që është me të vërtet për të gjithë ju është të doni veten. Dhe kjo dashuria e vetes tonë, pra të jemi në dy këmbët tona, fillon në fëmijërinë tonë të ershme, sepse dashi përfaqëson fëmijërinë tonë. Prandaj që të gjithë jeni të thirrur, në qoftë se keni akoma në brendësi të trupit tuaj që ja u sjell trupi juaj, të uleni, unë nuk do të hyse si ju të arini, në qoftë se keni nevojë për ndihmë, ju keni video, pra si të lirojni nga fëmijëria juaj, por gjithsesi për një pjesë që ju keni bërë një punë të mrekullueshme, ju e ndjeni që ju jeni të çliruar nga emocionet dhe sigurisht e ndjeni që jeni pra më mirë se çfarë ishit. Gjithsesi dashi energjia është që ju kërkon, është i pavarur, është udhëheqës, ai fillon dhe pastaj do të vazhdojmë me radhë 12 qenjat se do t'i kalojmë. Ndërkohë është që ju duke qenë se është udhëheqet nga planeti Mars, kërkon që të ndërmerrni veprime për atë që ju dëshironi, ndërroni, ashtu sikurse do të ndjeni, nuk mund të gënjej, do të ndjeni edhe vështirësi në brendësi tuaj. Mësoni që dashi është i drejt për drejt, është impulsiv, është entuziast, është që i bim njerëzit, dhe sigurisht Diana është në shenjën e nënësën, në dash udhëheqës për të cilën pra jam e lidhur me këtë zemër hynore dhe misioni është t'ju ndihmoj ju, dhe kur ju ndihmoj ju kam ndihmuar Zotin plot fuqin, tokën mëm, gjithçka që ekziston, ekzistenca, çdo gjë në qiell dhe në tokë, por gjithsesi është që dashi nuk i pëlqen që të qëndrojnë pra në zonë të mërzitjes, pra të ndjej mërzitje, po i pëlqen, pra rutina, i pëlqen aventura. Sigurisht në qoftë se dashi është impulsiv, është me të vërtetë që në qoftë se dikush i krijon atë energjinë, pra nuk i jep energjinë me të vërtetë optimiste, pra të ndjehet mirë, i largon kufin edhe i largon kushdo qoftë, edhe në marrëdhënie kur e ndjen që me të vërtetë nuk ju ngren në energji. Ndërkohë është ju bën që të jeni, pra ju fton me të gjithë të arrini të lidheni me nevojat tuaja, me sfidat e reja, pra jeta është një mrekulli, të vazhdoni të bëni atë dëshirë dhe ëndër që ju dëshironi. Ndërkohë është udhëheqës dhe në këtë rast ndoshta ju keni arritur në një mrekulli, e ndjeni që doni të ndihmoni, pra ajo që ndjek në zemrën tuaj, dhe në këtë rast ju jeni pra aktiv në tokën mëm, pra si udhëheqës në kuptimin që merrni pjesë në lidhje në ndihmë të njerëzimit për evaluimin e qenies njerëzore, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar dhe për të zgjedhur vlerën tonë, për të hapur zemrën. Pra ne nuk konkurrojmë, ne nuk bëjmë gara, ne thjesht e ndjejmë këtë thirrje dhe ne ndihmojmë, dhe atë që ne bëjmë sot, pra kur ju filloni nga pak për manifestimin, pra atë që ju ndjeni, ju do t'jeni në gjendje që të vazhdoni apasapuj të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore dhe të dijen shpirtërore, sepse janë dy nivele që ne do të arrijmë deri për 20 vjet me radhë, por ndërkohë në 7 korrik planeti Uranit ka hyrë në shenjën e binjakut dhe është me të vërtetë që kërkon pra deri në 2033-shit është me të vërtetë që ne do të lidhemi jo vetëm me shpirtin ton që janë dy energjitë, pra ne marrëdhëniet tona ne me të tjerët që kemi kaluar gjatë jetës tonë,
por edhe me flakën tonë, sepse e kemi që të gjithë. Flaka unë nuk mund të gënjej, është që të gjithë e kemi, që të gjithë është zemra jonë, është zemra, ne kështu kemi ardhur në jetë. Në qoftë kjo zemra mban 24 orë këtë trup multidimensionar, pra është dhe në këtë rast është që të gjithë të kuptoni që jeni të ftuar me të vërtet të lidheni me zemrën, sepse ka misionin dhe drejtimin tuaj. Zemra është ajo që kemi që të gjithë, kujtoni, në qoftë se nuk mbani mend familjen tuaj, se ndoshta jeni në fillim, kujtoni, shikni fëmijët tuaj, në qoftë se ju pyesni fëmijët tuaj, për kur tema adoleshencën, jo fëmijët që fillojnë në moshën 10 vjeçë e këtej që sigurisht kjo moshë tani është me një energji më të lartë, por kanë fragmente, prandaj ne duhet të shërojmë veten dhe filloni me këtë, ju që jeni akoma në proces, pra ju kujton, pavarësisht se në çfarë faze jeni, ju jeni të plot dhe jemi të plot, atëherë ne ta duam veten tonë. Përball është energjia peshores dhe në këtë rast, ndërsa dashi është për imazhin, për çfarë imazhi kam unë, si paraqitem unë me kudo përreth, pra në këtë tokë mëm, jashtë edhe brenda, është ndërkohë edhe në lidhje me përball ka shenjën e peshores dhe ju e dini që ky muaj peshorja është vetë dielli në 22 pra të shtatorit ka hyrë shenja e diellit është në peshore dhe peshorja është zona e marrëdhënieve që do të thotë është me të vërtetë duke qenë se ëna është përball me diellin ka një lloj kontradite në ç'kuptim ndërsa dashi është udhëheqës dhe thotë me të vërtetë është individual, pra çfarë ti kërkon, është peshorja që është peshorja, vetë fjala peshore i shef gjërat, jo i analizon, po i kërkon që të marrë një vendim që të jetë në paqe, sepse është për paqe, është për bashkëpunim me njëri tjetrin. Dhe është me të vërtetë një mrekulli sepse peshorja udhëheqet edhe nga planeti Marsit, planeti Venus, pra i dashurisë i bollokut, dhe në këtë rast është një mrekulli, pra që të arrijmë me të vërtetë mençurinë tonë, bollokun tonë, dashurinë pa kushte, për të cilën e kemi në zemër. Kjo është, peshorja është me të vërtetë që kërkon harmoni, pra kërkon harmoni në marrëdhëniet tona, ashtu sikurse është dhe diplomate, është ndërmjetëse për të parë, pra për të bërë një zgjidhje nga ana e paqes, pra në lidhje me paqe. Ndërkohë është që ka të bëjë me atë që e meta ashtu sikurse është edhe pra e dashi që e tregova që është impulsiv dhe kur njerëzit pra nuk japin atë, pra nuk ndjehet edhe i largon njerëzit, nuk ndjehet mirë dhe i largon njerëzit, por kjo nuk ka të bëjë me atë që do që t'i largoj, por kërkon, është individual, kërkon që t'jetë, pra të ndjehet me energji optimiste dhe kush nuk e plotson, ndërsa peshorja është që merr vendime, pra për të marrë vendime kërkon kohë, pra kërkon kohë për të analizuar, sepse është për paqe, është për ndërmjetës, për të mos arritur në konflikte, që ndodh duke e zgjatur bëhet që të mos marri dhe vendim, pra kjo është e meta. Gjithsesi, gjithçka që bëhet, ju do t'i ndjeni këto pra në lidhje me marrëdhënie me veten tuaj dhe me të tjerët, ndërkohë është shenjë tjetër është që jemi në fazën e fundit, janë 3 muajt e fundit për të cilën e do mbyllim vitin 2025, për të cilën tema e këtij viti që udhëheqet nga planeti Mars me numrin 9 është ne do të fillojmë fillime të reja dhe ne do të përmbushim ato që ne kemi vazhduar, pra duke filluar që kur filloi Marsi, pra vitin, që filluam vitin e deri tani dhe për një pjesë nga ju që keni bërë një punë të mrekullueshme në vitin 2023, sidomos kjo quhet shpirti binjak dhe flaka binjake, varet si ju jeni, shpirti binjak është ne me marrëdhëniet me të tjerën, çfarë zgjidhje i kemi dhënë, pra jo vetëm me veten tonë, por dhe me të tjerët, dhe flaka është që kemi që të gjithë në zemrën tonë. E kemi që të gjithë, kështu kemi ardhur në këtë tokë. Është e krijuar. Ne jemi qenie humane. Pavarësisht se gjatë mira shekujsh është vepruar, pra jemi kondicionuar në rolin
pa vetë dije, pra kemi qenë në rolin viktim. Gjithsesi, shkoa tani që ne do të kthejmë frekuencën origjinale të tokës më, që do ta jap në vazhdim, ashtu sikurse dhe do të lidhemi me vetë dijen tonë, me shpirtin tonë. Ndërkohë, kjo është që ka të bëjë me atë që të gjithë ju jeni të ftuar të lëshoni gjithçka që nuk ju përshtaten, që ju shqetësojnë, që ju bllokojnë, që nuk ju lejnë të merrni frym. Dhe kjo është një pjesë nga ju ndjeni të motivuar, pra, sepse keni bërë një punë të mrekullueshme. Dhe për këtë kërkoni të filloni shtigje të reja, për atë se që të gjithë jeni unik, që të gjithë e keni për vlerën që ju keni, për atë që ju bëni, ne nuk jemi të gjithashëm, ne nuk jemi perfekt, ne do bëjmë atë që ne na kënaq dhe që është në vlerën tonë, në atë që ne na kënaq vetë. Ndërkohë është që duke qenë se është pra elementi i zjarit, pra është pasionant, është që ju bën ju që të veproni për ëndrat tuaj, të veproni për dëshirat tuaja, dhe në këtë rast dhe pritet që të merrni vendime. Sigurisht ju nuk jeni vetëm, nëse i ndiqni këto video me radhë, sidomos të gjithë fazat e nënësën, qoftë reja, qoftë plota, e më të tash, sigurisht ju hap pas sapi, ju jo vetëm që jeni të plot, por ju ndihmojeni, dhe në këtë rast është të jeni thirrur për të filluar fillime të reja. Sigurisht mund t'ju dalin dyshime, dhe në këtë rast është dyshimet ju dalin sepse peshorja që është përballë diellit dhe është me të vërtet elementi i ajrit, çfarë bën pra në lidhje me mendjen tuaj, ju si thua ndjeheni si të hutuar ose të ngarkuar, sepse kërkon që ju të mos nxitoheni, por sepse kërkon paqen e marrëdhënieve ku ju jeni. Pra me këdo, edhe ai që të ka bërë keq ty, pra kërkon që të merrni zgjidhje me të vërtet atë që ndjeni me zemrën tuaj, pra dëgjoni zemrën tuaj. Gjithsesi, gjithçka që bëhet, edhe nëse ndjeni nga mendja, pra është ajo që janë të ngurtësuara. Mendja jonë është si një kompjuter që ka të gjitha të dhënat që kemi ne kaluar në jetë, dhe kjo është që atë që ju të rrisni, atë që ju jepni fjalë, mendime, ato do të bëheni. Pra si jepni në jetën tuaj, por në këtë rast është që të jepni të vëmendshëm me qëllim që të zgjidhni fjalët tuaja, mendimet tuaja, sjelljet tuaja, zakonet tuaja, dhe këto hap pas hapi bëhet karakteri juaj, dhe karakteri juaj është si ju do të paraqiteni jashtë, pra identiteti juaj i vërtet. Dhe kjo që ne ndihmohemi, sepse edhe Superëna e Dashit është që ju kërkon ju me të vërtet jetoni me vlerën tuaj. Ndërkohë ne ndihmohemi, pra që të gjithë jemi të thirrur që ne të vëmë veten tonë në radhë të parë. Kjo nuk do të thotë që ju do të lidhni marrëdhënie. Ju jetoni në marrëdhënie, ndoshta dikush është dhe divorcuar, ndoshta në këtë kohë humni dhe punë, çfarë do lloj jemi në kohë krizash, asgjë nuk ndodh pa qëllim, çdo gjë ka ndodh për zhvillim, për ndryshim, për thirrjen tonë, siç një njerëzore, mjaft jetuat me frikë në këtë kohë, përse duhet jetoj me frikë? Qoftë dhe në marrëdhënien tuaj. Mësoni që ajo shenja e peshores na tregon që të gjithë ndoshta është pra e ndjeni që të kesh një lidhje, është një ide e mirë. Edhe pse gjatë lidhjes tuaj mund të ketë acarime, mund t'ju ngrije nervat, por peshorja kërkon nga ne, kërkon shënim, mos rrimë në rolin viktim, sepse jemi në një zhvillim më të lartë të ndërgjegjësimit kolektiv, dhe në këtë rast të rrisim vetëdijen shpirtërore, pra të lidhemi me shpirtin ton, me qëllim që të zhvillojmë karakterin ton. Pra dhe kjo ashtu sikurse jeni duke vazhduar, pra jeni në shërim, jeni në rritje, në zhvillim, në transformim, në çfarëdo lloj në ndriçim, që të gjithë jeni unik, të kuptoni që ju me të vërtet do të arrini që të lidheni, dhe në këtë rast ju ndihmon edhe planeti Xhuxh Festa. Festa është me të vërtet që ka të bëjë quhet dhe ndryshe nga ana shpirtërore perëndesha e vatrës, edhe kujt e një shtëpie e familjes të ngrohtë, kërkon që ne të krijojmë energji optimiste, pra të jemi optimist,
me atë çfarë ne kemi, me atë pra të çlirojmë energjitë për ato që nuk na shërben, të bëjmë me energji të pastër, dhe në këtë rast është që na bën që ne të jetojmë me momentin tani, sepse kur ne lidhemi me trupin ton, ne jemi në gjendje të ndëgjojmë trupin ton, dhe trupi jon na drejton. Po kur them trupi është shpirti, se e kemi në zemër, është ky trup që ne nuk e shohim, është pjesa kuantike për të cilën janë zorët e barkut, ndryshe quhet dhe energjia femërore. Gjithsesi, ajo që bëhet fjalë është tjetër kjo pra perëndesha festa është edhe perëndesha e virgjërisë, që do të thotë shënim është që ne pra do të na lidhi me të vërtet me dashurinë pa kushte, do të na lidhi me vërtetësinë e jetës, do të na lidhi me unitetin ton, sepse ne jemi që të gjithë me vlerë, ne kemi vlerë për atë që ne kemi dëshirë dhe ëndër, dhe që të gjithë e dini se çfarë dëshironi në jetën tuaj, që të gjithë jeni unik. Tjetër është që ju bën ju që gjithçka duke ndjekur ju ndihmon që të arrini në dy këmbët tuaja, të qëndroni në tokë me të vërtet në dy këmbët tuaja, në pavarësinë tuaj, dhe sigurisht ju bën që në këtë moment ju ndihmon ju që të adresoni, pra ne ndihmohemi nga fuqitë kozmike, në këtë rast frekuencat e larta të dritës që kanë hyrë dhe në tokë, po që për një pjesë edhe mund të jeni në proces dhe intuita juaj është rritur, dhe në këtë rast e kuptoni që energjia e dashit ju ndihmon ju që të çlironi me të vërtet emocionet e papërpunuara, sidomos varësitë. Dhe që të gjithë ne kemi, pra varësitë që ne kemi krijuar vetë, varësitë, kush është varësia juaj? Ku jeni i varur? Në këtë rast ndoshta edhe ka partneri juaj romantik, edhe nëse e di që diçka nuk shkon mirë, ju nuk do të ndryshoni të tjerat, ju do të lidheni me veten tuaj. Ndërkohë është që do të dali frika, dhe sigurisht ju nuk duhet të keni frikë, sepse është vërtet që është e panjohur, por të jeni të sigurt, nuk keni pse keni frikë. Çfarë do lloj që të ndjeni, nuk keni pse keni frikë. Ndoshta për një pjesë nga ju e kuptoni që jeni në një kohë, pra në një hapësirë për momentin që ndihet e vështirë, sigurisht të kuptoni që ju ndihmojeni. Festa është një planet xhuç, është më i madh nga të gjithë planetet xhuç, pra ana shpirtërore, lëviz është ovale, pra është nuk quhet planet, edhe pse është i madh nuk njihet planet, sepse ka formën ovale, pra në krahasim me planetet e tjerë, por lëviz midis Marsit dhe midis Jupiterit, që do të thotë Marsi është veprim, është pasionant, pra është ne të veprojmë, ndërkohë Jupiteri kërkon nga ne që ne jemi, që të gjithë ne kemi ardhur në këtë tokë, ne kemi fat ne të rrisim aftësitë tona shpirtërore, sepse ne e kemi këtë vlerë, e kemi në brendësi, është zemra jon, ne e kemi talentin dhe aftësinë, është fëmijëria jon, pra që të gjithë këto gjëra ne i kemi, dhe në këtë rast edhe shenja e dashit përfaqëson fëmirin ton, dhe thot unë jam, dhe që të gjithë ju bëjni pyetjen tani, si ndodheni, kush jeni, pra që të gjithë kërkohet. Ndërkohë unë nuk mund të ri pa e mbyllur me shpirtrat binjak dhe me flakën binjake. Flaka binjake e kemi që të gjithë, është zemra jon, jo të gjithë mund të lidhemi, gjithsesi të kuptoni, jeni të lirë për këtë udhëheqjet nga plani hyjnor, i lartë madhënisë, që do të them me të vërtetë që është i shpirtit, sepse që të gjithë jemi të programuar që kur kemi ardhur në këtë jetë, pra u mishëruam në tokë, ditëlindja jonë, prandaj ne i kalojmë që të gjithë pra grafikun ton të lindjes, pra shenjat, unë flas për nënën, por që ka energji më vete, dhe është ndryshe nga ashedanti juaj apo nga shenja juaj e diellit që keni. Gjithsesi që të gjithë ne kemi grafikun ton, unë nuk do të hyj për këtë, por një gjë të dini, që në qoftë se ju arrini të besoni në veten tuaj, po kur them të besoni në veten tuaj, çfarë do lloj që merrni, çfarë do lloj që dëgjoni, çfarë do lloj shenjash që merrni në këtë, sepse intuita juaj ju është rritur, të kuptoni që jeni në rrugën e drejtë. Jeni në rrugën e drejtë, qofse ju i merrni këto shenja. Sinkronizime nga më të ndryshme të tjera. Gjithsesi, flakët binjake është që ju jeni duke
falni, shpirtrat binjak, pra ju jeni e kuptoni, edhe flakët, e kuptoni që po të shlironi energji, pra e kuptoni që jeni, pra, diçka e mirë me ju ka ndodhur dhe kjo është koha, ka filluar që sigurisht kanë ardhur shumë frekuenca të larta, që në kohën e gushtit, ashtu sikurse edhe porta 9-9, dhe tani mera 10-10, 11-11, 12-12, për të cilën një pjesë do të krijoni përmbushje, një pjesë do të vazhdoni fillimet e reja, për atë që shpirti juaj ëndërron dhe dëshiron. Në fundit e keni në zemër. Zemra juaj ju do më shumë se askush. Mësoni që ndoshta në këtë moment është që për një pjesë nga ju do t'ju dali zemërimi. Dhe zemërimi nuk është se del pa qëllim, është që ju po liroheni dhe në këtë rast është që do të ndjehet pra midis ju, pra zemërimi do të ndjehet që do t'ju dali se është i zhytur në trupin ton me veten tuaj, por dhe me kontaktet që ju keni, marrëdhëniet që ju keni. Ndërkohë do të ndjehet një acarim dhe acarimi vjen sepse ju jeni bërë të vetëdijshëm për atë se çfarë ka ndodhur me ju dhe sigurisht që ju zjell zemërim, por dhe në qoftë se del zemërim, besoni se ju ndihmojeni dhe mos rezistoni, por njihuni me këtë zemërim, pra nuk ju del pa qëllim, me qëllim që të bëheni të vetëdijshëm, dhe kjo është mrekullia e shpirtit. Shpirti kërkon mos rrimë në rolin viktim, por të bëhemi të vetëdijshëm për atë që ne ndjejmë, sepse asgjë nuk vjen pa shkak, pra që të lirohemi. Ndërkohë është një pjesë nga ju është ju ndjeni tani që kërkoni që pra doni që të lidheni me shpirtin dhe kërkoni një uri, ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm, ashtu sikurse një pjesë nga ju ndoshta mendoni që nuk jeni në rrugë të drejtë ose irritoheni sepse nuk dini se si të ndiqni kush është rruga e shpirtit tuaj. Në qoftë se këto gjëra, pra emisionit të shpirtit, ajo që ju djek ju, pra nuk e jeni si të irrituar e tjera, sigurisht ju ndihmojeni, jeni të vëmendshëm çdo gjë që ju merrni që është intuita juaj që ju ja bëni wow, është me të vërtetë që ju ndihmoni ju. Megjithatë, në qoftë se ju i keni këto gjëra, ju do të ktheheni përkohësisht me qëllim që të rrisni aftësitë shpirtërore. Dhe sigurisht në qoftë se ndjekni këto video, më besoni, jo se janë të mijat, por si e shërova unë veten, dhe ky është vizioni im lartpamës i qartë, i besueshëm, për të ndihmuar që të gjithë ju që të lidheni me të vërtet me shpirtin tuaj, se është mrekullia për të arritur të jetojmë jetën që të gjithë në harmoni, në dashuri pa kushte, në paqe, në lehtësi, sepse do të arrijmë paqen e brendshme. Pra, ndoshta dikush kërkon lumturinë dhe tash mënyra për të gjetur mënyrën e lumturisë nuk ka. Lumturia është rruga dhe rruga është të gjeni paqen e brendshme. Pse? Sepse që të gjithë ne mund të lumturohemi, por dhe të trishtohemi sepse jeta është e tillë. Pra ka dhe trishtime, por ajo që na bën ne kur jemi në paqen tonë të brendshme, ne jemi të lirë, edhe pse jetojmë në këtë kohë krizash. Për ju që keni arritur në këtë rast me të vërtetë që keni ndjekur flakën tuaj, shpirtin tuaj dhe jeni lidhur pra me flakën tuaj, sigurisht që të gjithë jeni që ndjeni që emocionet tuaj janë andresuar, janë përpunuar, dhe në këtë rast ndoshta ndjeni që jeni lidhur me flakën tuaj. Pra që të gjithë jeni ose një pjesë mund të jeni që të gjithë jeni unik, që të gjithë ndjeni pra nëse besoni në planin hyjnor të shpirtit dhe qëndroni dhe e ndiqni hap pas hapi ku shpirti ju çon, hapni krahët mrekulli, sepse jo vetëm që do jetoni për veten tuaj, po për rreth, për një pjesë nga ju që lidheni me flakën tuaj dhe kjo kohë ka nevojë për flakën tonë të hapim zemrën, bëhet fjalë që edhe do të arrini të ndihmojmë tokën më, të ndihmojmë evaluimin e qenies tonë njerëzore për të treguar që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që të jetojmë që të gjithë të bashkuar në liri, barazi, vllazëri. Tjetër të kuptoni për një pjesë nga ju që të shpirtrave që mund të jeni, ndoshta jeni duke u turrur ose arratiseni, merreni me gjëra të tjera, pra me aktivitete me njerëz të tjerë, ju mund të
kuptoni që përsëri edhe pse jeni pra me u marrë me e kuptoni që zemra juaj kërkon diçka, pra diçka nuk shkon, pra e ndjeni në zemër ju që jeni pra lidhur me shpirtin binjak. Gjithsesi ju e kuptoni që zemra juaj ju do ju dhe është e vërtet. Zemra, shpirti im do më shumë se tjetri, kushdo që të jetë. Gjithsesi ju nuk keni kjo bëhet që me të vërtet ju bën që në qoftë se ju ndjeni këto, të hyni, të përqëndrojni për shërimin tuaj. Sigurisht mund të jetë frika, sigurisht mund të ndjetë konflikte, sigurisht mund të ndjetë pendimi, sigurisht pasiguria, por ajo që të kuptoni është që ja u sjell mendja juaj, pra sepse nuk jeni akoma të lidhur me shpirtin tuaj. Mendja jeton pra me të shkuarën dhe në këtë rast ne kemi qenë të lënduar, pavarësisht se që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë keni kaluar sfidat tuaj në jetën tuaj. Ndërsa shpirti jeton tani dhe nëse ju jeni të lidhur me shpirtin tuaj, ju do të arrini që të shlironi energjinë dhe gjithsesi ajo që bën mendja juaj në qoftë se ju rrini arratiseni, pra nuk i jepni shpirtit tuaj, pra rrini me mendjen, ju me të vërtet ju jeni pamjaftueshëm, pra ti nuk beson në veten tënde, ti nuk sheh vlerën tënde, pra je pamjaftueshme dhe ti qëndron edhe në marrëdhënie për të cilën me të vërtet zemra jote e ndjen që diçka nuk shkon. Gjithsesi është koha tani që të gjithë ne jemi të sfiduar, doni apo nuk doni, o dhimbje, o do të ecni me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike dhe në këtë rast. E para është që do të lirohemi nga emocionet e kaluara. E dyta është që ne do të pajtohemi me veten tonë. Ne jemi perfekt si ne jemi. Ne jemi të mrekullueshëm si ne jemi. Ne jemi dashuri si ne jemi dhe ndërkohë të kuptoni që të gjithë ne do të bëhemi të vetëdijshëm, që do të lidhemi me shpirtin dhe kjo na hap rrugët që ne të jemi në qenie humane dhe duke qenë qenie humane ashtu si na ka krijuar krijesa, ne do të kemi një jetë të mrekullueshme me njëri tjetrin. Pse? Sepse ne do të ndihmojmë njëri tjetrin, ne do të mësojmë nga njëri tjetri, ne do të krijojmë për njëri tjetrin. Pra që të gjithë të kuptoni, marrëdhënia më e mirë për të gjithë ju është që ne të plotësojmë njëri tjetrin. Pra të plotësojmë njëri tjetrin. Pra atë që di unë, ta them, tjetri që e di, pra të plotësojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, por jo të plotësojmë kërkesat e njëri tjetrit. Pra unë të bëj patjetër atë që do tjetri. Gjithsesi që të gjithë jeni unik. Kjo është koha që do të ndjeni këto 3 muaj, ju ndihmojnë, ju nuk jeni vetëm dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.